Po, mirëmëngjesi Gjanan, ndodhemi në komunën e Çajirit ku pas stuhisë të fuqishme së 21 korrikut, ekipet komunale dhe shërbimet kompetente vazhdojnë të punojnë për sanimin e dëmeve. Rreshtet e dendura dhe ererat e forta shkaktuan dëme në disa pjesë të qytetit të Shkupit, ku dëmtuan shtëpi, automjete dhe infrastrukturë. Për të na sqaruar se si është gjendja aktuale, çfarë dëmesh janë evidentuar dhe cilat janë masat që po ndërmerren, këtu pranë meje kemi kryetarin e Këshillit të Komunës, zotëri Mohamed Murtezi. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, faleminderit dhe juve dhe mirëmëngjes. Zotëri Hoxha, stuhia 21 korrikut lë pas dëme të konsiderueshme në Shkup. Cila është situata aktuale dhe çfarë është evidentuar deri në këto momente? Domethënë, prej 21 ditës së stuhisë, dita e djeshme ishte qetë. Sot po shihet një mëngjes i bukur dhe ne urojmë që kështu të vazhdojë, pra po shkojmë drejt qetësimit të situatës. Kujtojmë që të vazhdojë edhe kështu, pavarësisht që meteorologët gjithmonë japin prognozat e tyre që mund të ketë prapë keqësime, por ne vërtet urojmë që ajo stuhi kohë shkurt, pra ma e të mërshme e 21 korrikut të mos përsëritet, ishte diçka që unë nuk mbaj mend, po besoj që edhe më të mëshuarit se unë. Por e mira po themi është që situata po shkon drejt të qetësimit dhe urojmë që gjithçka ta kemi tejkaluar atë ditë. Përndryshe, sikur thatë dhe vetë, ka një numër të konsiderueshëm të dëmeve që ne kemi faktuar në terren, që është ditën e parë kur kemi dalë. Pastaj edhe më mirë janë vërejtë të djeshme kur ka zbardhur dita dhe kur ekipet tona në përgjithësi kanë qenë në terren. Kjo përfshi edhe ekipet e komunës, por ama në bashkëpunim edhe me ndërmarrjet publike dhe me shumë faktorë të tjerë që merren me sigurinë dhe me pastrimin e hapësirave tona. Ne kemi parë aty dëmtime të rënda edhe sa i përket çative të banesave dhe të shtëpive. Ka pasur drunjë të rënuar, flitet për një numër diku rreth 200 drunjë, ndoshta që janë thyer, janë shkulur me rrënjë, ka pasur dëmtime të rënda. Janë lajmëruar diku rreth 120 vetura të dëmtuara deri tani. Shqyqysh Zotit, ajo që është më e rëndësishmja, kujtoj për të gjithë ne, nuk patëm viktima dhe konsideroj që jeta e njerëzit është mbi të gjitha, pavarësisht dëmeve materiale. Dëmet materiale do të rikuperohen, do të rregullohen, do të plotësohen ato, por e mira ishte që nuk kishim viktima. Kishim diku rreth 33, sipas informacioneve që janë të lënduar, pjesa më e madhe e tyre lehtë. Ka disa thyerje, janë trajtuar dhe besojmë që edhe ata do të bëhen mirë. Cilat janë zonat më të prekura dhe sa është numri i familjeve apo objekteve që kanë pasur dëme? Domethënë, në bazë të asaj që është dhënë dhe si informacion, Çajiri ka qenë një prej zonave më të prekura. Me sa dëgjova në komunën e Butelit, me Kisellavodën. Ne e dim në Çajir pak më shumë se këtu kemi frekuentuar dhe më tepër dhe vërtet kemi parë që Çajiri me këto 3.5 km2 ka qenë i goditur shumë dhe para po ripërsëris është një fat i madh që në këtë sipërfaqe të ngushtë me këtë dëmtim që ka pasur ne nuk patëm pasoja më të rënda në kuptimin e jetëve njerëzore. Po, ka pasur, sikur e thash, pra çati, ne kemi vizituar disa vende, disa banesa edhe në lagjën e Fushtopanës, edhe në Çajirin e vjetër, edhe në John Kennedy, pra që ka pasur çati të cilat janë shkulur thjesht të tërat nga ndërtesat. Ka pasur një numër të konsiderueshëm të drunjeve të cilat kanë rënë në të gjitha këto vise. Unë atë ditë isha nga ora 18:30 në terren dhe kam pa ta zëmë rrugën John Kennedy, e cila ishte mbushur me degë të drunjeve, pastaj po ashtu rrugat se të ndimove e kështu me radhë. Pra, ka pasur mjaft dëmtime, ka pasur dëmtime edhe në shtëpi private, nga drunjet dhe nga çatit. Numri i tyre është në mbledhje sipër, ne ende jemi në konfirmim të numrit të saktë, por besojmë që mos të i kaloj edhe ndonjë numër të madh. Kur kanë dalë ekipet komunale në terren dhe cilat kanë qenë prioritetet e para në menaxhimin e asaj situate? Domethënë, ekipet e para kanë dalur qyshat atë ditë pas dite, pasi u ndal stuhia. Me njëherë ekipet tona nga komuna dhe me bashkëpunim me ndërmarrjet, me parçe dhe gjelbrime, me higjenë komunale,
me zjarë fiksit e qytetit Shkupit, me policinë, sigurisht me qendër për menaxhimin e krizave, ne ishim në teren, që është nga ora diku 17:30, unë vetë personalisht ashtë dola diku në 18:30 dhe kemi mbetur në teren diku deri në ora 1 natës dhe i kemi vizituar gjitha ato vende. Prioritetet normalisht në ditën e parë ishtim për të menjanuar rreziqet potenciale që mund të vinin. Ta zëmë me ndihmën e zjarfiksëve kemi larguar disa pjesë të qative të cilat kishin mbetur në ato ndërtesa ku një pjesë tashmë kishte rënë, dhe sa disa qati kishin mbetur varur dhe ato paraqitin një potencial, një rrezik potencial për banorët dhe pra hapi i parë ka qenë largimi i këtyre qative të varura. Pastaj sigurisht kemi ndërmarrë masat aty ku kemi parë që drunjet e thyer apo të rënuar kanë paraqitur një rrezik potencial për banorët. Këto kanë qenë ato reagimet e mbrëmjes, ndërsa dje pastaj është vazhduar aksioni kryesisht duke i dhënë prioritet pastrimit të rrugëve kryesore dhe bulevardeve. Dhe unë besoj që ju keni parë që rrugët kryesore dhe bulevardet tashmë janë të pastruara, në mënyrë që të vazhdojmë, besoj që dje dhe sot edhe me pastrimin e këtyre rrugëve anësore, parqeve, dëmtimeve tjera që janë bërë në për shtëpi. Ne kemi pasur shumë lajmërime edhe në për prona private që ka pasur dëmtime dhe vërtet besojmë që një afat të shkurtër ti rregullojmë këto gjëra. Po, rrugët janë të pastruara, s'paku po flasim për rrugët kryesore dhe besoj që komunikacioni po zhvillohet lirshëm. Shumë qytetarë raportojnë dëme në automjete, kulme, shtëpisë dhe prona. A do të ketë vlerësime për dëmet dhe mbështetje financiare për ta? Sigurisht që po, ne kemi bërë edhe thirrjen edhe në komunikim që kemi qenë me njerëzit, edhe në përgjigje që po japim njerëzve të interesuar dhe thirrja jonë është publike që çdo dëm i bërë në këto ditë gjatë kësaj stuhie të paraqitet tek organet kompetente në rastin konkret, pasi jemi te komuna e Çajirit, pra të paraqitet tek arkivi i komunës së Çajirit, zyre kjo e cila është brenda në ndërtesën e komunës. Pastaj komisioni për vlerësimin e dëmeve do të bëj vizitë në për shtëpit apo banesat e këtyre personave dhe do të bëj vlerësimin sipas një rregullative ligjore që tashmë është vendosur dhe sipas një praktike tashmë të njohur, por gjithsesi unë edhe një herë ftoj ata që kanë qenë të dëmtuar në ndonjë mënyrë të paraqiten dhe pastaj ta procesojmë këtë lëndë. Përndryshe po, ka pasur dëmtime të mëdha dhe një numër i konsiderueshëm i personave që pyesin janë për dëmtime të veturave. Flitet për diku rreth 120 vetura të dëmtuara, ndoshta tani mund të ketë edhe më shumë, por me sy tanë kemi parë vërtet vetura që kanë qenë të shtypura nga drunjt dhe nga qatit. Po, a ka mjaftueshëm komuna për të përballur me pasojat apo është kërkuar ndihmë nga qyteti i Shkupit apo institucionet qendrore? Jo, ne duhet jemi shumë korrekt që komuna e Çajirit vetvetju për të përballur me një stuhi të tillë apo me fatkeqësi të tjera elementare që mund të na godasin nuk mundet vetvetju. Unë besoj që jo që komuna e Çajirit, po asnjë komunë tjetër në fund të fundit. Prandaj po them ne kemi pasur qysh natën e parë dhe pastaj edhe ditën në vijim bashkëpunim shumë korrekt me institucionet që përmenda, pra ndërmarrjet publike, me policinë, me zjarfiksit, me qendër për menaxhim me kriza dhe ky bashkëpunim institucional unë konsideroj që ka treguar edhe një herë që ne kur veprojmë bashk mund të përballojmë çdo sfidë, çdo telash dhe uroj që ky bashkëpunim të vazhdojë edhe në të ardhmen. Meteorologët paralajmërojnë mundësi për mot të paqëndrueshëm edhe në ditët në vijim. A është komuna e Çajirit e përgatitur për të mos u përsëritur një ngjarje siç ishte? Domethënë, ne urojmë që mos ndodhë një ngjarje e tillë, sepse askush nuk mund ta dalojë. Domethënë, fuqia e Zotit është pakrahasueshme me fuqinë tonë njerëzore, por ne vërtet urojmë dhe lutemi që mos të ketë një stuhi të tillë apo një fatkeqësi elementare tjetër me përmasa të mëdha, sepse atëherë do ta kemi shumë vështirë të përballojmë. Por gjithsesi ne jemi të gatshëm që të ndërmarrim masat e nevojshme dhe të duhura për të zbutur çdo pasojë dhe për të ndihmuar njerëzit në forma të ndryshme. Dhe unë po besoj që institucionet tona me kapacitetet që i kanë
do t'jenë në gjendje të përballen me sfida të këtilla dhe në të ardhmen. Ajo që dua ta potencoj me këtë rast, unë përmenda kontributin që kemi dhënë si komunë dhe institucionet, ndërmarrje dhe faktorët tjerë relevant shtetëror, dua të potencoj edhe solidaritetin e qytetarëve, e njerëzve të rëndomt, ata që kanë vepruar ndoshta prapa perdes kushtimisht, ata që nuk i kemi parë nëpër media, ata që nuk janë fotografuar as nuk ka kap kamera. Ne kemi pasur shumë raste të njerëzve qytetarëve tanë të cilët kanë ndihmuar në momentin e stuhisë, sepse janë gjendur në vetë ngjarje dhe pastaj kanë ndihmuar shumë njerëz që mos të pësoj shumë keq. Pastaj ka pasur edhe njerëz të cilët janë lajmëruar dhe kanë thënë çfarë mund të bëjmë ne për të ndihmuar situatën dhe për të pastruar edhe terrenin edhe pasojat e kësaj fatkeqësie, dhe unë vërtet i falenderoj ata publikisht për kontributin që e kanë dhënë, sepse konsideroj që përveç asaj që neve në takon si institucione për ta bërë, ata janë edhe heronj të heshtër të kësaj situate. Çfarë duhet të bëjnë qytetarët që kanë postuar dëme, kur duhet të paraqesin kërkesat dhe si do të zhvillohet procedura e zhvillimit të dëmeve? Domethënë ata duhet të drejtohen deri tek arkivi i komunës së Çajirit, po flasim gjithmonë për komunën e Çajirit, po besoj që e njëjta vlen edhe për komunat të tjera. Pra ata duhet të shkojnë te komuna, te godina e komunës së tyre, të deponojnë aty një kërkesë me një përshkrim të shkurt të dëmit që ka ndodhur, t'ia bashkangjesin kësaj edhe disa fotografi, video apo gjithçka të mund të dokumentojë dëmin që është bërë, dhe pastaj po them, pasi të grumbullohen këto kërkesa, Komisioni për vlerësimin e dëmeve do të ndërmarr pastaj veprimet e mëtejme në kuptimin e vizitave, trajtimit të këtyre çështjeve dhe në fund besoj edhe kompenzimit të këtyre personave, por pra hapi i parë për të gjithë ata që në ndonjë mënyrë kanë pësuar dëm është të vinë tek komuna e Çajirit ose cila do komunë ta arkivojnë kërkesën e tyre dhe ta paraqesin dëmin. Për sa kohë do t'i marrin vlerësimet? Tash ky është një proces, e dini, domethënë një herë pra dorëzohen kërkesat, pastaj komisioni mblidhet, i realizon vizitat, por ne urojmë që mos të zgjas shumë tepër. Ne kishim vërshimin e fundit dhe vërtet mund të them që komisionet tona kanë dalë në terren qysh pas një jave ndoshta ose më shumë 10 ditë, kanë bërë vlerësimet që janë bërë dhe pastaj është një fazë tjetër e kompenzimit që ka një, e thash edhe në fillim, ka një regulativ ligjore, ka një praktik tashmë të vendosur, por e mira këtu është që ne përveç komunat, ajo që ndëgjuam edhe nga institucionet tjera, pra dhe qyteti i Shkupit ka dhënë prononcimin kryetari i qytetit Shkupit për të ndihmuar familjet e dëmtuara përmes fondit solidar, ndërsa ne kishim dhe deklaratën e kryeministrit, i cili tha që edhe qeveria do të ndihmoj personat e prekur apo goditur nga kjo stuhi, dhe unë konsideroj që nëse jemi bashkë tani këtu, komuna, qyteti i Shkupit dhe qeveria, uroj që ky proces të shkojë edhe më lehtë. Faleminderit shumë për kohën dhe informacionet. Faleminderit edhe juve për mundësinë, edhe një herë qoftë e kaluar kjo që ndodhi, urojmë që mos na përsëritet më, por sidoqoftë ne si qytetar duhet të jemi të gatshëm në raste të tilla të dimë edhe si të veprojmë dhe si ta menaxhojmë situatën. Shumë faleminderit. Po pra Xhanan, kjo ishte situata e fundit pas vërshimeve nga komuna e Çajirit. Ekipet, pra si që tha edhe kryetari i Këshillit, vazhdojnë të jenë në terren për të hequr të gjitha dëmet që ka shkaktuar moti i keq.